Shqiponia nuk kap miza, por a kap kontrata të njëanshme? Reagime ndaj Omina dhe akuzat e artistëve. Një frazë e hedhur si batut, Shqiponia nuk kap miza, mund të tingëllojë si vetbesim i një kompanie. Por në realitetin shqiptar, kur raportet mes artistëve dhe ndërmjetësve shpesh janë të pabalancuara, kjo fjalë u lexuan ndryshe, si përbuzje ndaj njerëzve që ankohen dhe si tentativë për të mbyllur debatin me arrogancë. Sepse nëse do të ishte vërtet Shqiponi, një kompani nuk do të kishte nevojë për parulla. Do të fliste me transparencë, me kontrata të drejta dhe me respekt për punën e tjetrit. Kontratat fiton vetëm një rapal, ajo që del më shpesh nga reagimet e rrjeteve sociale nuk është thjesht pakënaqësi emocionale, por një akuzë e përsëritur. Kontrata të formuluara në mënyrë të tillë që përfiton vetëm një rapal. Në këto marrëdhënie, shumë artistë pretendojnë se kanë hyrë me shpresë për mbështetje e menaxhim profesional, por kanë dalë të shkënjyer, të bllokuar ose të dëmtuar financiarisht. Nëse këto pretendime janë të vërteta, problemi nuk është vetëm një kompani. Problemi është një model tregu ku artisti shpesh është hallka më e dobët, pa avokat, pa konsulencë, pa fuqi negociuese dhe i detyruar të pranojë standardin që i servohet. Artistët nuk janë miza në këtë histori. Fyerja më e madhe nuk është një shprehje popullore. Është nën teksti, sikur artistët që ankohen janë miza, shumë pa vlerë, por artistët nuk janë miza. Ata janë punëtor të kulturës, njerëz që jetojnë nga skena, nga muzika, nga djersa e tyre. Dhe nëse sot ka këngë, evente dhe treg argëtimi, kjo ndodh sepse dikush krijon, jo sepse dikush hedh parulla. Nëse ka ankesa masive, përgjigjja profesionale nuk është Shqiponia nuk kap miza. Përgjigjja profesionale është publikimi i parimeve të kontratës, shpjegimi i qartë i përqindjeve dhe detyrimeve, mekanizëm ankese dhe arbitrazhi, dhe një standard etik që nuk e shkel dinjitetin e palës tjetër. Dhuna është e papranueshme, por zemërimi ka një shkak, dhuna është e patolerueshme dhe nuk mund të justifikohet. Por është po aq e vërtetë se zemërimi shpesh lind kur njerëzit ndihen të vjedhur, të mashtruar, të pashpresë brenda një sistemi ku drejtësia lëviz ngadalë dhe ku i forti zakonisht del i fituar. Kjo nuk është thirrje për dhunë. Është thirrje për të kuptuar arsyen pse konflikti shpërthen. Kur mungon drejtësia dhe transparenca, rritet tensioni. Mesazhi për kompanitë: jepuni artistëve çfarë meritojnë nëse një kompani do të ruajë reputacionin e saj. Nuk e bën këtë duke ulur të tjerët. E bën duke provuar se nuk abuzon me kontrata, nuk mban artistët peng, nuk u merr të ardhurat në mënyrë të padrejtë dhe nuk i trajton si të vegjël ata që e mbajnë tregun gjallë. Prandaj, në vend të frazave simbolike, ka një kërkesë shumë konkrete: jepuni këngëtarëve dhe artistëve atë që meritojnë. Mos u përpiqni të na mbyllni gojën me Shqiponia nuk kap miza, Shqiponia është shpend krenar, e nxjerr bukën vet, nuk ja merr tjetrit. Nëse artistët po ju akuzojnë për marrje dhe kontrata të padrejta, atëherë rruga e vetme serioze është një: transparencë, korrektësi dhe llogaridhënie.